Prokuroria e krimit të organizuar është duke zgjeruar hetimin për rastin Besa Trans. Kështu bëjnë të ditur burime të besueshme nga Prokuroria e krimit të organizuar, duke dashur të qëndrojnë anonim për shkak të ndjeshmërisë së sekretit hetimor. Burime nga grupi hetimor thonë se është duke u punuar në disa pista, ndërsa në ndyshimet e para janë përfshirë kryesisht nënpunës dhe ish struktura udhëheqëse të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe asaj të transportit dhe lidhjeve. Jo zyrtarisht mësohet se krimi i organizuar ka saktësuar përgjegjësinë e personave të caktuar, por është duke punuar në mënyrë shtesë për të zbardhur motivin dhe interesat e mundshme financiare për dhënien e licencave, falsifikimin e tyre, mundësinë për të kaluar kufirin pa kontrolle dhe tejkalimin e kontrolleve teknike sa për sy e faqe. Për këtë strukturë organizative, të paktën 3 persona janë në skemën e prokurorisë së krimit të organizuar si të dyshuar kryesor për aksidentin tragjik në nëntor të vitit 2021. Aktualisht gjykimi për Besa Trans ndodhet në fazë rigjykimi, pasi në dhjetor të vitit të kaluar, gjykata e apelit e ktheu lëndën në rigjykim. I akuzuar është pronari i kompanisë Besa Trans, Bekim Haxhiu, ndërsa subjekti i tij u gjobit me 800.000 denar. Aksidenti fatal ndodhi më 23 nëntor të vitit 2021 në orët e para të mëngjesit, kur autobusi Besa Trans, i cili po kthehej nga Stambolli me turist, u përplas në rrethojën e autostradës Struma, në afërsi të fshatit bullgar Bosnek. Në mesin e 45 të vdekurve ishin 12 fëmijë, ndërsa 7 mbijetuan. Shumica parlamentare ka paralajmëruar se për tragjedinë e Besa Trans dhe tragjeditë tjera në kuvend, së shpejti do të ketë një komision anketues.